Sara Hoxha ka rikthyer sërish vëmendjen e ndjekësve mbrëmjen e sotme me një veprim të thjeshtë, por që nuk kaloi as pak pa u vënë re dhe pa u komentuar gjerësisht në rrjetet sociale, ku çdo lëvizje e saj monitorohet me interes të madh nga publiku. Ajo ka ndarë në storin e saj në Instagram një moment ku shfaqet Ledion Liço gjatë transmetimit të spektaklit shumë të ndjekur Big Brother VIP Albania, një format që vazhdon të mbajë të mbërthyer para ekranit mijëra teleshikues çdo mbrëmje. Ky postim vjen pas një periudhe relativisht të gjatë heshtjeje nga ana e çiftit në rrjetet sociale, ku nuk kishte pasur publikime të përbashkëta apo ndërveprime të dukshme mes tyre, duke shtuar kështu edhe më shumë kuriozitetin dhe dyshimet e publikut. Menjëherë pas publikimit të këtij momenti, ndjekësit kanë reaguar me një lumë komentesh dhe aludimesh, duke analizuar në detaje këtë veprim të Sarës. Shumë prej tyre e kanë interpretuar si një sinjal pozitiv për marrëdhënien e saj me Ledionin, duke sugjeruar se gjërat mes tyre mund të jenë më mirë nga sa është përfolur kohët e fundit. Në rrjet prej javësh kanë qarkulluar zëra për një krisje të mundshme mes çiftit, të cilat kishin ngritur pikpyetje mbi statusin e marrëdhënies së tyre. Megjithatë, ky gjest i fundit duket se ka shërbyer për të zbutur disi këto spekulime, duke rikthyer një ndjenjë optimizmi te fansat e tyre besnik. Edhe pse mund të konsiderohet një detaj i vogël, në botën e mediave sociale çdo veprim merr një domethënie të veçantë, sidomos kur bëhet fjalë për figura publike si Sara dhe Ledioni, jeta private e të cilëve shpesh bëhet objekt diskutimi. Deri më tani, asnjëri prej tyre nuk ka zgjedhur të bëjë një reagim të drejtpërdrejtë për të sqaruar situatën apo për të konfirmuar apo mohuar thashethemet që kanë qarkulluar. Kjo heshtje ka lënë hapësirë për interpretime të ndryshme, por njëkohësisht ka rritur edhe më shumë interesin e publikut për çdo detaj të vogël që mund të vijë prej tyre. Për shumë ndjekës, postimi i Sarës shihet si një mënyrë diskrete dhe elegante për të treguar se marrëdhënia e tyre vazhdon normalisht dhe se ata mbeten të bashkuar, pavarësisht zërave apo spekulimeve që shfaqen her pas here në media dhe rrjetet sociale. Një formë komunikimi indirekt, por që duket se arrin të japë mesazhin e duhur për ata që i ndjekin me vëmendje. Në fund, mbetet për t'u parë nëse çifti do të zgjedhë të reagojë publikisht në ditët në vijim, duke i dhënë fund një herë e mirë thashethemeve, apo nëse do të vazhdojë të komunikojë me publikun përmes këtyre sinjaleve të vogla, por domethënëse, që shpesh flasin më shumë se fjalët. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.